jashtë loje. Çfarë raporti ke me vllajin tatë Mirin? Tash jashtë loje. Nuk është e gatshme të dëgjoj dhe do Nuk kam problem të përgjigjem edhe për jetën Unë kam qef, personale. s'pari me i ditë 2-3 gjana këtu në lojë, pastaj me ditë jashtë lojë. Kemi një raport respekti, që respektohemi dhe asnjëri nuk ndërhyn në lojën e tjetrit. As nuk më jep mend, as nuk i jap mend. Pse ju dy keni lojë këtu më? Loj me tjerët, jo me njëri tjetrin. Jo, po keni ndaj farë loje këtu, me qenë se ta nuk përzijon lojën e njëri tjetrit. Keni lojë këtu mrena? Se s'përshën? Ha? S'ke loj? Jo, mos u kundërpërgjigj me mu, kundërpërgjigj me pyetjen që po ta bëj. Tash, pse keni lojë dy këtu mrena? Me njëri Se tjetrin. nuk ju shoh që keni lojë këtu Me njëri mrena. tjetrin jo. Me tjerët, aj sa kemi tash, Me nuk njëri tash jam. tjetër, jo, me njëri tjetrin e keni lojë, se jeni vllaj dhe motra, keni thënë, po këtu mrena lojë tjetër nuk po shoh. Mendimi jote. Patjetër. Pyetje tjetër? S'mund të jetë mendimi juaj, ky mendimi im normal. Pyetje tjetër. Ky ishte gjithë kurioziteti jote ndaj meje, çfarë raporti kam me meje? Çfarë raporti ke me aleatin kryesor të vllaut tat? Raport korrekt. Më ka respektuar, kam respektuar. Ka tregu një anë njerëzore me mu, edhe unë kam tregu një anë njerëzore me të. Deri në këtë moment, sa ai është pa parashikueshëm. Okej. Çfarë raporti ke me aleatit kryesor të vllait tat? Me Juelën. Juelën, me thënë drejtën, e konsideroj një nga ato vajza që jashtë shtëpisë mund të kemë edhe misi. Nuk është e vetë nga madje, po nuk e shoh si lojtare, se sa si mikes. Do të bëj një kompliment.